Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atamut taslim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa tawfiqan ya akramal akramin. Me emrin e Allahut të falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, të cilin do që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut xhalla fi ula. Aleikum selam. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe e pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Thot Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Allahu e mëshiroft, në sqarimin dhe shtjellimin e akides e ehli sunnetit dhe xhamatit, thot: "Wa na'lamu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyid al-mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa kalamu Allah ta'ala la yusawihi shay'un min kalami al-makhluqin wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'at al-muslimin." Dhe edhim dhe dëshmojmë se Kurani pra është fjala e Allahut, pra Zotit botëve, të cilën e zbriti atë shpirti besnik dhe ja mësoi më të mirit prej të dërguarve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe se ajo është fjala e Allahut lartësuar, e cila nuk i afrohet dhe nuk i përngjason asaj asnjë fjalë prej fjalëve të krijesave, dhe nuk themi se ai është i krijuar dhe nuk e kundërshtojmë ixhman ose xhamatin e muslimanëve. Çështja e parë që kemi të bëjmë këtu është me fjalën e autorit dhe dëshmojmë ose dhe e dim se Kurani pra është fjala e Allahut, pra Zotit të botëve. Ne e dim dhe besojmë, pra ne të cilët hecim në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe çokëve të tij, besojmë dhe dëshmojmë dhe jemi të bindur se ky Kur'an i cili e kemi para vetes, i cili ndodhet në mushaf, është fjala e Allahut si shkronjat, pra çdo shkronjë dhe kuptimet e tij, të gjitha janë fjala e Allahut xhalla fi ula. Dhe kjo është diçka për cilën nuk ka dyshim. Allahu thot: "Alladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq." Ato të cilët ne u kemi dhënë librin e dinë se ai është i zbritur prej Zotit tënd me të vërtetën, me hakun. Kështu që detyra që ne kemi, pra e kemi për detyrë ta besojmë me bindje të palëkundur këtë besim, e ta dëshmojmë se ky Kur'an është fjala e Allahut lartësuar, të cilën e ka zbritur Xhibrili alayhis salam prej Allahut dhe ja ka përcjell pejgamberit të dërguarit Muhammedit pra sallallahu alaihi wasallam, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka përcjell sahabëve, dhe se sahabët shokët e tij aleikum selam, dhe se sahabët shokët e tij ja kanë përcjell ummetit deri në ditën tonë. Pra, ata që kanë ardhur mbrapa e kanë marrë prej atyre që kanë qenë para deri në kohën që jemi ne sot. Është përcjell ky Kur'an brez pas brezi. Dhe sa ai është fjala e Allahut, pra siç e tham, nga Allahu Xhibrili Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij deri në ditën tonë që ne po jetojmë sot. Çështja e dytë, ne besojmë, pra besimi i ehli sunnetit është se Kurani është fjala e Allahut e pa krijuar, prej tij ka filluar kjo fjalë dhe tek ai kthehet. E kemi shpjeguar në mësimet
më përparshme, se siç e kemi thënë Imam Tahawi, Allahu e mëshiroft, në këtë përmbledhje të akides i ka përsërit gjërat. Edhe çështjen që lidhet me fjalën e Allahut, me Kur'anin, dhe se ai nuk është i krijuar, por është fjala e tij, prej tij ka filluar dhe tek ai kthehet. Shprehimisht me këto fjalë e ka përmend, më thonë, më përpara në këtë përmbledhje. Dhe kemi sqaruar aty kuptimin çfarë do të thotë prej tij ka filluar, pra se kjo fjalë atij atribuohet fillimisht dhe tek ai kthehet. Kuptimet që i kanë dhënë dietarët fjalës tek ai kthehet. Pra, një prej kuptimeve tek ai kthehet kuptimi i tij, ose tek ai kthehet sikurse ne e dimë që do të kthehet në kohërat e fundit, ky Kur'an do të zhduket nga mushafet, do të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Por sa ajo që ne besojmë është se ky Kur'an, pra, Allahu është ai që e ka folur. Allahu është ai që e ka folur, shkronjat dhe kuptimet të gjitha janë prej Allahut xhelle fi ula. Sido që të jetë ky Kur'an, qoftë i shkruar, qoftë i dëgjuar, qoftë i lexuar, qoftë i memorizuar në zemrat e njerëzve, sido që të vi, ai prapë se prapë ngelet fjala e Allahut, dhe të gjitha këto gjëra nuk e ndryshojnë faktin se Kur'ani është fjala e Allahut xhelle fi ula. Çështja e tretë në fjalën e autorit që thotë e zbriti atë shpirti besnik dhe ja mësoi më të mirit prej të dërguarve, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ixhma dhe me konsensus se në fjalën e Allahut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Pra, dhe se ai është zbritje prej Zotit tënd, prej Zotit botëve, të cilin e ka zbritur shpirti besnik në zemrën tënde, që ti jesh prej atyre që tërheqin vrejtje në gjuhë, pra, arabisht të pastër, në gjuhë arabe të pastër, thot Allahu, edhe me ixhma, me konsensus që shpirti besnik në këtë ajet është Gjibrili alayhis salam. Dhe se fjala shpirt e kanë komentuar për shkak se ajo që Allahu ka zbrit dhe Gjibril, pra e ka zbrit nëpërmjet Gjibrilit alayhis salam, është ajo me cilën domethënë shërohen shpirtrat dhe hapen, domethënë ndriçohen shpirtrat. Edhe Allahu gjithashtu, sepse ajo që ka zbrit Gjibrili alayhis salam, pra e ka zbrit Allahu nëpërmjet Gjibrilit alayhis salam, Allahu e ka quajtur shpirt. Thot Allahu wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Kështu ne të kemi shpallur ty një shpirt, thot, një shpirt prej nesh. Ndërsa besnik është sepse Gjibrili alayhis salam është ai i cili është besuar me përcjelljen e shpalljes dhe e përcjell atë të plot. Pra as nuk pakson edhe as nuk shton. Çështja e katërt, ehli suneti besojnë se Gjibrili alayhis salam e ka dëgjuar këtë Kur'an prej Allahut xhelle fi ula. Pastaj e ka zbritur tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar prej Gjibrilit. Dhe pastaj sahabët e dëgjuan prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është diçka që nuk ka dyshim tek besimtarët, tek pasuesit e sunetit, kjo është diçka që nuk ka dyshim. Dhe rregulli që ne kemi është se midis Allahut dhe Gjibrilit nuk ka pas ndërmjetës. Pra në çështjen e Kuranit, dhe sikurse nuk ka pas ndërmjetës midis Gjibrilit dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ehli suneti dhe xhamati, pra, kanë rënë në konsensus se ky Kur'an ka zbritur prej Allahut. Kur'ani, kur themi e zbriti Gjibrili, ajo që kemi për qëllim është që e ka zbrit Allahu nëpërmjet Gjibrilit. Mirë po zbritja e Kur'anit, pra i atribuohet Allahut, sikurse thot Allahu tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Zbritja e këtij libri është prej Allahut,
të plotfuqishmit dhe të gjithditurit. Pra ky Kur'an ka zbrit prej Allahut, ndërsa Xhibrili alayhis salam e ka zbritur, domethënë prej Allahut këtë Kur'an. Thuaj nazalahu ruhul qudusi min rabbik, e zbriti atë shpirti i shenjtë prej Zotit tënd. Dhe këtu ka diçka. Allahu subhanahu wa taala nuk ka thënë për diçka në Kur'an që kjo gjë ka zbrit prej Allahut vetëm se për Kur'anin. Domethënë ka thënë për ajete tjera, për gjëra tjera, wa anzalna al-hadid, dhe e kemi zbritur hekurin, thot. Ose kur thot wa anzala minas samai ma'a, dhe prej qiellit, prej lartësisë, domethënë ka zbritur ujin. Mirë po e para e ka zbritur, e ka thënë në formë përgjithshme, ne kemi zbritur pra. Ose tjetrën e ka cilësuar dhe prej qiellit zbret ujin, ndërsa vetëm për Kur'anin thot ka zbritur prej Allahut. Pra këtë zbritje Allahu ja atribon vetes tij, ka zbritur prej Allahut. Dhe kjo vetëm për Kur'anin ka ardhur dhe nuk ka ardhur për ndonjë gjë tjetër. Pra përmbledhja e kësaj që thamë është se Xhibrili alayhis salam e ka dëgjuar Kur'anin prej Allahut dhe e zbriste pjesë tek profeti sallallahu alaihi wasallam. E duhet kemi parasysh që kjo nuk bie ndesh me faktin se Allahu subhanahu wa taala këtë Kur'an e kishte të shkruar në Lauhul Mahfuz, pra në pllakën e ruajtur ose në regjistrin e ruajtur ku është shkruar çdo gjë. Dhe nuk bie ndesh edhe me faktin se Allahu e ka zbrit Kur'anin në natën e Kadrit, në Beitul Izza. Nuk bie ndesh njëra me tjetrën. Sikur se ka qenë në Lauhul Mahfuz, edhe sikur se e ka zbrit Allahu në natën e Kadrit, në Beitul Izza, nuk bie ndesh me faktin se pjesë Xhibrili alayhis salam e ka, domethënë e ka përcjell tek profeti sallallahu alaihi wasallam, e ka dëgjuar prej Allahut dhe e ka përcjell tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Çështja e pestë tek fjala e autorit nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyid al-mursalin, pra e zbriti atë shpirti besnik dhe ja mësoi pejgamber të dërguarit më të mirë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Xhibrili alayhis salam, më i miri i melajkeve, ja mësoi Kur'anin më të mirit prej të dërguarve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na ka ardhur, domethënë, që Xhibrili alayhis salam ja mësonte, domethënë çdo vit ja mësonte profetit sallallahu alaihi wasallam, e mësonin Kur'anin një herë, ndërsa Ramazanin e fundit e ka mësuar, domethënë, 2 herë, domethënë, që ka ardhur Xhibrili alayhis salam profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu është bazuar dhe autori që thotë dhe ja ka mësuar shpirti besnik pejgamberit pra sallallahu alaihi wasallam. Çështja e 6, dhe se Kurani thotë është fjala e Allahut lartësuar, e cila nuk i përngjason asgjëje prej fjalëve të krijesave. Kjo është diçka që nuk ka dyshim, se fjala e Allahut nuk i përngjason asgjëje prej fjalëve të krijesave. Edhe nuk ka musliman, domethënë, që mund të mendojë të kundërtën. Sikur se kanë thënë selefët, një fjalë që ta jep qartësinë dhe kuptimin e kësaj. Fadlu kelamillah ala sairil kelam ke fadlillahi ala khalqihi. Pra, pozita dhe mirësia, pozita po themi, e fjalës së Allahut dhe fjalëve të krijesave është si pozita e Allahut me krijesat. Pra, përderisa nuk ka të krahasuar Allahu me krijesat dhe fjala e tij nuk ka të krahasuar, do thonë, me fjalët e krijesave. Dhe nuk mund t'i parafrohen ato në asnjë aspekt. Dhe çdo person i cili ka arsye, ka logjik, e shikon se ky Kur'an nuk është fjalë e njerëzve. Për këtë arsye dhe arabët në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam
sfida më e madhe që kishin ishte me Kur'anin. Pra i mposhti Kur'ani, ato mbaheshin për poezi, mbaheshin për retorik të lartë. Dhe Kur'ani i mposhti në të gjitha këto aspektet. Po ai që mediton e shikon se historiku i zbritjeve kuranore ka qenë mrekullim vetvete për vetë faktin se profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar aty për gjëra të fshehta, për gjëra që nuk kishin ndodhur, edhe ato ndodhën. Edhe kjo lidhet me argumentin e profecisë, pra vërtetimin e profecisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në mësimet e kaluara kemi përmend diçka për këtë. Pra ai që mediton e kupton mirë edhe e shikon që ky Kur'an me të vërtetë është fjala e Allahut. Edhe fjala e Allahut nuk i afrohet asaj dhe nuk i përngjason në asnjë aspekt asnjë lloj fjale për lartësinë, për përsosmërinë e saj. Çështja e 7, wala naqulu bi khalqihi, dhe nuk themi që është i krijuar. Ka shumë transmetime që kanë treguar për ata të cilët thojnë se Kur'ani është i krijuar, pra ka transmetime prej dietarëve të selefëve se kjo fjalë këto njerëz i ka çuar deri në kufër, deri në dalje prej feje. Edhe nuk duhet ndalem se i kemi sqaruar faktikisht. Edhe këta persona që kanë thënë dhe disa prej tyre që kanë thënë se Kur'ani është i krijuar, dhe se nuk është fjala e Allahut dhe se Allahu nuk flet. E faktikisht kjo është arsyeja pse ato kanë thënë që Kur'ani është i krijuar, për shkak të besimit se Allahu nuk flet. Se sipas tyre, nëse themi që Allahu flet, i bie që po e përngjasojmë Allahun me krijesat. Normalisht ky është besim i kot. Dhe e vërteta është se Allahu flet, dhe argumente nga Kurani tregojnë shumë që Allahu flet, dhe Allahu është ai i cili e ka folë këtë Kur'an dhe nuk është i krijuar. Si mund të jetë fjala e Allahut që cilësia e tij e krijuar? Cilësia e Allahut nuk është e krijuar, se nëse themi që një cilësi e Allahut është e krijuar, çfarë na pengon themi që Allahu është i krijuar? Allahu na fal prej edhe fakti që japim si shembull. Po cilësia e Allahut është pjesë e tij e pa krijuar. Por se Allahu flet atëherë kur do dhe si do ai. Edhe kemi përmend se Kur'ani nuk është fjala e vetme e Allahut, por është prej fjalës së Allahut. Pra Allahu flet aq sa do ai, xhelle fi ula, kur të dojë ai. Dhe përmbyllja pra që nuk është Kur'ani i krijuar. S'mundet. Nuk mundet që fjala e Allahut të jetë e krijuar. Edhe ata, për ta përsëritur, ka shumë transmetime nga selefët që i kanë bërë tekfir atyre personave që thonë se Kurani është i krijuar. Pasi përfundimi është si tham se ato e mohojnë që Allahu të flasë. Vazhdojmë tek çështja e 8 dhe e fundit. Thot autori: "Wala nukhalifu jama'at al-muslimin", dhe nuk e kundërshtojmë xhamatin e muslimanëve. Çka ka pas për qëllim autori? A ka dash me thonë me xhamatin e muslimanëve ata të cilët janë në një udhëheqës, apo ka dash me thonë xhamatin e muslimanëve pra nuk e kundërshtojmë ixhman, bashkimin e muslimanëve në këtë çështje të akides. Normalisht kjo e dyta është më afër, sepse e para lidhet faktikisht me kapitullin e udhëheqjes që ai ka për ta përmend më mbrapa. Kështu që këtu autori po do të thotë se kjo është rruga dhe besimi e ehli sunetit dhe xhamatit, që ato nuk e kundërshtojnë xhamatin e muslimanëve në këtë çështje edhe në çështjet e tjera të besimit dhe të akides. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
inna hadhihi al-umma satuftaraqu ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, pra ky ummet do të ndahet në 73 grupe, të gjitha janë në zjarr përveç njërës. Të gjitha janë në zjarr përveç njërës. Edhe ka thënë se ai është xhamati. Edhe sipas kësaj ehli sunetit dhe xhamati në çështjet e akides, xhamati në këtë rast janë xhamati i selefëve. Pra ata cilët u bashkuan në këtë besim, sikur se e ka besu profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe xhamati këtu janë 3 brezat e artë. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, tabi'unët dhe ata që erdhën pas tyre. Dhe për çështjet e besimit nuk mund të merret për bazë dikush tjetër që e kundërshton xhamatin e selefëve. Dikush mund vi të cilë një fjalë, nuk merret për bazë. Argumenti është vetëm në atë që kanë thënë selefët. Dhe pasimi i menhexhit të selefëve është detyrë. Allahu thot: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kush e kundërshton të dërguarin, thot, edhe ndjek një rrugë tjetër përpos rrugës së besimtarëve, pra pasi që i është bërë e qartë e vërteta, ne atë e lëm, thot, në atë rrugë që ka zgjedh, edhe më pas thot e hedhim në zjarr, thot, dhe sa fundi keq, dhe sa përfundimi keq është ai. Dhe pas pejgamberëve të Allahut, kush është më meritor për këtë cilësim? Rrugën e besimtarëve, thot Allahu, dhe kush e kundërshton rrugën e besimtarëve? Kush është më meritor për këtë lloj cilësimi se sa sahabët, shokët e profetit? Pra ai i cili kundërshton rrugën e sahabëve, ne e lëm aty, thot Allahu, ne e lëm në atë rrugë që ka zgjedh, e pastaj e çojmë në zjarr, thot, sa përfundimi keq është ai. Kështu që muslimani duhet të ketë kujdes që të zgjedhë një rrugë tjetër përpos asaj rruge, domethënë që kanë zgjedh shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky besim është besim që nuk ka në të ijtihad, pra nuk ka në të mendim që unë do hulumtoj edhe do nxjerr diçka. Po ta shikosh, më thon, këtë besim e kanë marrë burrat brez pas brezi. Më thon, ato që kanë ardhur mbrapa e kanë marrë prej atyre që kanë qenë para, derisa ka arrit tek profeti sallallahu alajhi wasallam, tek shokët e tij. Çdo kush mund të vi, pra çdo ditë mund dali dikush e të thotë, unë në këtë çështje të akides më ka dalë kjo gjë, më ka rezultuar kjo gjë. Pyetja qëndron për gjithë secilin, edhe ka qenë pyetje që e kanë pasbë dietarët. A ka thonë dikush para teje? Kush e ka thonë para teje këtë gjë që po thu? Edhe nuk i shkon muslimanit të thotë që unë nuk e kam për detyrë kuptimin që kanë pas të parët ta kem dhe unë. Pra, unë kam kuptimin tim, më thot dikush. Themi jo, kjo nuk shkon. Se po të shikosh te librat e të parëve, të gjithë tregojnë dhe përcjellin me zinxhir transmetimi nga selefët. Pastaj, ku është kuptimi jot nga kuptimi i selefëve? Nëse ti thu, ok, çka ç'është kuptimi? Kuptimi jot të ka çuar në një kuptim ndryshe nga kuptimi i selefëve, sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ato që erdhën pas tyre. Edukata duhet të jetë që ti kuptimin ta, domethënë ta vesh në akuzë para kuptimit të shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin më të lartë në dije. Ato ishin me zemra më të pastra që Allahu i orientonte tek e vërteta. Dhe ato e dinin gjuhën e arabëve më mirë, se ato ishin arab dhe e flisnin gjuhën e pastër.
Pastaj edhe po të shikosh Imam Tahawi te kjo akide që ne po e shpjegojmë, çka ka thonë tek mësimi i parë nëse dikush e mamen. Tek mësimi i parë fare që kemi shpjegu. Ka thonë ky është besimi i Ebu Hanifes thot. Edhe vetë Imam Tahawi me zinxhir transmetimi e kishte tek Ebu Hanife, po tregon e ka marrë këtë akide nga ato që vijnë para tij. Ebu Hanifes, Ebu Jusufit dhe nxënësit tjetër të Ebu Hanifes, domethënë. Po të shikosh Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, që ka qenë imam i ehli sunnetit edhe ka qenë ai i cili fjala imam ju bashkangjit emrit të tij. Kur pyetej për një çështje në akide që ai nuk e dinte, çka ka pas thonë? Nuk e di, domethënë, ose në përgjithësi nuk di te kjo gjë ta ketë thonë dikush para meje, ose nuk di diçka që e ka përmend dikush para meje, ose nuk kam memorizuar apo kam mësuar diçka tek ato që kanë qenë para meje, domethënë. Edhe nuk fliste për diçka që nuk e ka pas thonë dikush para tij. Edhe kjo duhet të jetë për çdo musliman. Domethënë kur dëgjojmë për këto dietar, ato janë shembulli jon. Nuk flasim fe vetëm se me bindje, dhe bindja është edhe bindja dhe siguria, dhe ne kemi thonë që ruhet feja në formën më të mirë kur muslimani është i nënshtruar tek ajo që ka ardhur transmetimi. A e ka thonë dikush? Në rregull. Nuk e ka thonë dikush, atëherë stopohemi. Dhe për ta mbyll, mund thot dikush, po në rregull, ka gjëra që selefët të parët, pra mund të më vi mu një dyshim apo një problem që nuk i jap dot zgjidhje. Edhe nuk kam ndonjë fjalë prej selefëve për këtë çështje. Përgjigjja është, i themi, fakti që diçka e ke problem nuk do të thotë që në vetvete është problem, po problemi është që ti akoma nuk po e kupton këtë çështje. Vendose tek gjërat që ti ke problem dhe mos thuaj që kjo është dyshim apo është në vetvete problem. Porse me kalimin e kohës kërko, hulumto, pyet derisa ky dyshim apo ky problem që ti e ke të largohet në çështjet e besimit. Se diçka është e sigurt. Çështjet e besimit nuk kanë to problem, po njeriu ndonjëherë nga padia mund t'i duket diçka problematike. Mos gjykoj që kjo vetvete është problematike, po thuaj, kjo për mua është diçka që është problematike, do ta lë, pra vendose anash dhe pyet, dhe mos thuaj që kjo këtu pas ka problem. Por se dia vjen, më thon avash me kalimin e ditëve, me kalimin e kohës, duke pyetur dhe duke hulumtuar. Që Allahu na boft, thon, të zgjuar në këtë aspekt, që mos nxitohemi, edhe na boft të dorëzuar, të nështruar që këtë besim ta marrim sikurse e kanë përcjell të parët prej sahabëve dhe atyre që vinë pas tyre, edhe mos të flasim të, më thënë, me hamensimet tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah shpërblet më të mirë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.